Në fshatin Plani Bardh në territorin e bashkisë Klos, dikur jetonin rreth 1200 banor, ndërsa sot ka mbetur vetëm rreth 20, kryesisht të moshuar. Ky fshat që para viteve 90 ka qenë një zonë me gjallëri të madhe, sot po shkon drejt braktisjes totale. Banori i zonës Beqir Sultisha tregon për ndryshimin drastik ndër vite. Sipas tij, dikur në shkollën e fshatit mësonin rreth 400 nxënës dhe jepnin mësim afro 40 mësues, nga të cilët rreth 10 vinin nga Tirana dhe jetonin në fshat, ndërsa sot në shkollë ka mbetur vetëm 6 nxënës dhe 3 mësues. Ka pasur jetë këtu, kishin spital, shtëpi lindjeje, zyra kooperative, sot gjithçka ka marrë fund, shprehet ai. Shkolla Planit Bardh që ka qenë kohë e verit, ka qenë me 350 nxënës. 6 mësues, 3 vajza dhe 3 djelë ka pasur në shpejnë alë që pratit të gjithu kësika. Vinin nga Tirana ata? Nga Tirana. Kurse, tu ka qenë rreth 1200 familje që ka qenë kështu, e pa, mirë, shumë, shëtor. 1200 banor? 1200 banor. Mësues ka qenë rreth 20 mësues? Rreth, po 20 po. 20 ka qenë. Po sot shkolla sa nxënës ka? Sot shkolla ka 6 nxënës, janë 3 mësues. Tu ka pas dhe zyra kooperative? Po, ka qenë zyra poshtë. Që të autoritetin, spital ka qenë, këtu, komplet, këzyra poshtë. Dyqani ka qenë, kurra po që i bani s'pa i ljosha, e prik malja e gresë. Ka pas dhe shtëpi lindje? Po syre, po. Pas viteve 90, sipas banorëve, filloi largimi masiv i të rinjve, ku një pjesë emigruan jashtë vendit dhe të tjerë u vendosën në Tiranë dhe Durrës për një jetë më të mirë. Sipas saj, tokat kanë mbetur djerë dhe fshati është mbuluar nga ferrat. Një nga problemet kryesore mbetet mungesa e ujit të pishëm dhe atij vaditës. Sistemi i ujitjes është katëruar prej vitesh dhe sipas banorëve, pavarësisht shpërndimeve të shumta në 35 vitet e fundit, nuk është bërë asnjë investim konkret. Edhe ndërtimi i rrugës së Arbërt nuk ka sjellë kthyimin e banorëve në pronat e tyre, pasi mungojnë kushtet pas për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtërisë. Fshati është i braktis, kanë dhënë 20 pleq. I tërë i s'ka asnjë këtu më kanë. Si ja kaloni kohën? Kohën shitu, rrugët me pagesë jo, ka 5 orë ta qenë. Nëse më ra për ujt. Ka 3 muaj që sakim pak në ujt, kanë hedhur ujë ujë kohës nuk ka shojnë. Arsia? Së di, nuk di. Dëshem se dëshem, nëse bon 3 muaj s'ka pak ujë. Që ujë se të kanë fu. Me që u mershin më të kohë, me bujqësi u mershin? Me bujqësi. Po mësi që ka qanë bëgë të ka pas... Ka qenë bëgë prodhimi? Të vishe, uarë, si të nisin drita tonë, ka qenë qytet i Tiranës dhe e rrugë. Kur u nisin dritat natë? Ka nisin dritë dionë. Ujë vadit s'ka qenë dikrat, dhe kështë e dhe. Të një s'ka ujë vadit, sa su i pishë? S'ka asë vadit, s'ka që... Nëse për ka dalin, dhe alë më në 3 muaj s'ni bëgë ujë. Tokat komplet djere? Këtë djere, ha. S'ka qenë, vend pa punu këtë mëtë. Ka mbulu ferrat dhe dushqet. Ta i ka morë mërgimi, në 5 kusha se pleqas për. Asë, janë. Po kur s'mohi, si bërni? Kur s'mohi që shumë hajtë, që marrë vashtë, në mbru ka le majtë nashit, po se armë. Këri më që dhe. Vetëm 20 ples ka ki fshat? 20 ples ka si grama. A me ndoni që të kthehet në i të rinia këtu? Pa i. S'ma ha me një. Ka nështë të këtu këse jem ato në që jo. Një për i Tirane. Gale me rrugë. Pas ju hapë rrugë e Arbërit? Po, si hapë rrugë. Rrugë ato shanë prapë rrugër ti. Po do shanë që të gërit. Bon, t'i herë se apën këtë morë. Shtu për pare të shumë për bashkë. Si ja bon. Çfarë u thonë kur u vinë për fushata elektorale? Për fushata atë i bërë gjithër. Çfarë u premtojnë konkretisht? Orë bili u lipën sa tuba uja, po kësën tuba qimate. Edhe, tha dhe i bip, atë e vatin t'ja pronë, mos e pronë gjë. Së tha, basha dhafën. Dhe pse ka ardhur rrugë e Arbërit, këtu nuk ka zhvillim më këshive? Ja.
Arë që ki që arë atare për një likore e hajgu, alë hajgu. Të rejtë bëjnë punë, bëjnë pjesë më pjesë kanë kërë punët. Kur komunikoni me fëmijët, çfarë u thon fëmija, si janë jashtë? Po fëmija, bëjnë, a ki nevojë gjopë, ki nevojë pensiona, ki misha pensiona. Sa ke pensionin? 120.000 lekë, 180 do pleva. O e mjafto shumë për ju pensioni? Po jam katon, po. Ja, po, katoni pak shumë të gjanë kime në dhe, në. A bish për i kelio që i gjanë shumë. Pensionin e përdori vetëm për ilasi? Ja, për i ilasi. Për shumë kimi gjanë, qasin pak tonë. Banorët paralajmërojnë se nëse situata vazhdon kështu, brenda 5 viteve fshati mund të braktiset plotësisht. Ata i bëjnë thirrje institucioneve që të ndërhyjnë sa më parë për të rikthyer jetën në këtë zonë.